Me ishte Zotit vlezër, do të lexoj diçka nga fjala e Perëndisë. Jemi në Mateu, Ungjilli sipas Mateut, faqja 32, kapitulli 25. Kapitulli 25 në Mateu, nga fillimi vlezër. Le ta shohim me vëmendje fjalën e Perëndisë vlezër. Fjala e Perëndisë është e frymëzuar nga fryma e shenjtë, është për ndreqjen tonë, është për rritjen tonë, për forcimin tonë, vlezër, aleluja, sepse Zoti erdhi për të bërë një vepër në jetën e çdo njerit. Sepse dashuria e Perëndisë është kaq e madhe sa dërgoi të vetëm lindurin bir Jezus Krishtin, që çdo njeri që të besojë në të mos u mbasë, por të ketë jetë të përjetshme. Kjo është dashuria e Perëndisë, vlezër, aleluja, dhe erdhi në jetët tona, kjo dashuri e Perëndisë. Erdhi u çfaq në jetët tona, vlezër, e falenderojmë Perëndinë. Ky është çmimi i madh që na dha Perëndia, që gjetëm hir në sytë e Perëndisë. Zoti na u çfaq, vlezër, aleluja, për të na treguar dashurinë e vet, planin e tij, motra dhe vlezër, aleluja, për të kuptuar vërtet përse jemi në këtë botë, për të kuptuar përse Zoti na zgjodhi nga kjo botë, dhe për të na dhënë, vlezër, aleluja, jetën e përjetshme, që njeriu thotë të mos u mbasë. Ka një plan të madh Perëndia, vlezër, aleluja, me çdo njerin. Nëse vërtet, motra dhe vlezër, aleluja, do të tregohemi të bindur dhe të kujdesshëm në fjalën e Perëndisë, ne, motra dhe vlezër, aleluja, do të kuptojmë vërtet se si ecim, ku ecim, për çfarë, motra dhe vlezër, aleluja, vepron Zoti në ne. E falenderojmë Perëndinë që na çmoi, motra dhe vlezër, aleluja, dhe është hir. Kemi gjetur hir në sytë e Perëndisë, që jemi këtu. Që jemi të mbledhur sot, motra dhe vlezër, aleluja, për t'i dhënë lavdi Perëndisë. Është mrekulli, motra dhe vlezër, aleluja, që të shohësh të rinjtë që mblidhen dhe dëgjojnë në zërin e Zotit fjalën e Perëndisë. Kjo është mrekullia që duhet të shohim vërtet, vlezër, aleluja, sepse na rrethon një botë ku asnjë gjë nuk ka mbetur sipas krijimit të Perëndisë. Dhe falenderojmë Perëndinë, motra dhe vlezër, aleluja, që na janë hapur sytë që ne të shohim dhe të bëjmë dallim. Të bëjmë dallim, motra dhe vlezër, aleluja, për gjërat që na serviren dhe për gjërat, motra dhe vlezër, aleluja, që na janë premtuar nga Perëndia. Lavdi Perëndisë. Po lexojmë, motra dhe vlezër, aleluja. Atëherë mbretëria e qiejve do t'ju ngjajë 10 virgjëreshave, të cilat i morën llambat e tyre dhe i dolën përpara dhëndrit. Tani 5 nga ato ishin të mençura dhe 5 budallaqka. Budallaqkat kur morën llambat e tyre, nuk morën me vete vaj, kurse të mençurat bashkë me llambat morën edhe vaj në enët e tyre. Tani duke qenë se dhëndri po vononte, dremitën të gjitha dhe i zuri gjumi. Aty nga mesnata u dëgjua një britmë, ja po vjen dhëndri, dilni përpara. Atëherë
të gjitha ato virgjëreshat u zgjuan dhe përgatitën llambat e tyre. Dhe budallaqkat ju thanë të mençurave, na jepni nga vaji juaj, sepse llambat tona po na fike. Por të mençurat, duke u përgjigjur, thanë jo, sepse nuk do të mjaftonte as për ne e as për ju. Më mirë shkoni tek tregtarët dhe e blini. Tani kur ato shkuan të blejnë, erdhi dhëndri, virgjëreshat që ishin gati hynë bashkë me të në dasëm. Dhe dera u mbyll. Më pas erdhën dhe virgjëreshat e tjera duke thënë Zot, Zot, hapna, por ai duke u përgjigjur tha, në të vërtet po ju them se nuk ju njoh. Prandaj rini zgjuar, sepse nuk e dini as ditën, as orën në të cilën do të vijë Biri i Njeriut. Amin. Jezus Krishti, motra dhe vlezër, aleluja, po ju flet të gjithë njerëzve që ishin mbledhur rreth tij dhe dëgjonin. Ju flet, motra dhe vlezër, aleluja, për një zgjim. Rini zgjuar. Çdo të thotë, motra dhe vlezër, aleluja, të rimë zgjuar, ne, Zoti, na ka thirrur, ashtu siç tham pak më përpara, dhe ka një plan. Plani i Perëndisë është që ne të jetojmë në praninë të Zotit. Që ne të jetojmë, vlezër, aleluja, si dritë në këtë botë. Që ne me jetën tonë, vlezër, aleluja, të japim lavdi Zotit tonë. Që ne të lavdërojmë Zotin, motra dhe vlezër, aleluja, në çdo situatë që ne ndodhemi. Vetë ju nuk mund të bëni dot asgjë, tha Zoti, por unë do t'ju jap frymën e shenjtë dhe ai, fryma, do t'ju drejtojë. Ai do t'ju udhëzojë, do t'ju mësojë, do t'ju kumtojë, do të sjellë në vëmendjen tuaj të gjitha gjërat që Perëndia, motra dhe vlezër, aleluja, na premtoi. Kush do ta bëjë këtë vepër, motra dhe vlezër? Fryma e Perëndisë. Fryma e Perëndisë, motra dhe vlezër, aleluja, vjen në të gjithë njerëzit që vërtet, motra dhe vlezër, aleluja, kanë kuptuar dashurinë e Perëndisë. Kanë njohur vërtet, motra dhe vlezër, aleluja, që kanë mëkatuar përpara Perëndisë, janë penduar për mëkatin, motra dhe vlezër, aleluja, dhe Zoti ju jep frymën e shenjtë. Atyre që pendohen, Zoti nuk do t'i lërë, motra dhe vlezër, aleluja, vetëm. Pendimi ka të bëjë me një rrugë. Me një rrugë që kthehemi mbrapa, motra dhe vlezër, aleluja. Kuptojmë që në këtë rrugë ku kam nisur të ecë, nuk mundet.
Pendohem vërtet, motra dhe vlezër, aleluja, që kjo rrugë që kam nisur është një rrugë si gjithë bota, që ecën dhe dërgjet në mëkat, dhe Perëndia na ka dhënë të gjithëve një mundësi që ne ta shohim, ta rokim këtë mundësi, motra dhe vlezër, një mundësi për të shpëtuar shpirtrat tanë. Pendohuni, tha Pjetri, motra dhe vlezër, aleluja, pagëzohuni në ujë për faljen e mëkateve tuaja, në emër të Atit, Birit dhe Frymës së Shenjtë, dhe ju do të merrni dhuratën e Frymës së Shenjtë, i cili do të jetë përgjithmonë në ju. Fryma e Shenjtë. Mbretëria e Qiejve do t'i ngjajë 10 virgjëreshave, dhe tani na drejtohet, motra dhe vlezër, aleluja, ne të gjithëve. Që Zoti na pastroj nga mëkati, që Zoti na dha frymën e shenjtë, që ne të kemi mundësi, motra dhe vlezër, të shohim dhe të kuptojmë këtë rrugë, të dimë, të ndajmë, motra dhe vlezër, aleluja, ditën nga nata, gënjeshtrën, motra dhe vlezër, aleluja, nga e mira. Të dimë, të ndajmë, motra dhe vlezër, dhe të ecim ashtu siç Zoti e krijoi njeriu. Për të jetuar në parajsë, motra dhe vlezër, e krijoi Zoti njeriu. Por aty në parajsë ishte dhe një pemë e njohjes të së mirës dhe të së keqes. Dhe njeriu, motra dhe vlezër, aleluja, mund të njohë shumë mirë cila është e mira dhe e keqja. E falenderojmë Perëndinë. Por brenda në parajsë, motra dhe vlezër, ishte edhe një pemë tjetër. Jeta e përjetshme. Dhe ne jemi zgjedhur, motra dhe vlezër, aleluja, jo të njohim të mirën dhe të keqen, por të kemi jetën, të marrim nga kjo pemë, motra dhe vlezër, aleluja, që është Jezus Krishti. Jezus Krishti është jeta, motra dhe vlezër, aleluja. Perëndia aty në qiellor dërgoi, motra dhe vlezër, aleluja, jetën që ne, motra dhe vlezër, aleluja, të shpëtohemi. Jezus Krishti po na mëson, motra dhe vlezër, aleluja, se si duhet të qëndrojë kisha. Vaji që na thot këtu, motra dhe vlezër, aleluja, është fryma e Perëndisë. Fryma e Perëndisë, motra dhe vlezër, aleluja, do ta mbajë këtë llambën tonën të ndezur. Ai që është i mbushur plot në frymën e Perëndisë, motra dhe vlezër, aleluja, duket kudo që të jetë. Është dritë, ndriçon, thot motra dhe vlezër. Prandaj e krahason me një llambë. Zoti thot, ju jeni dritë në këtë botë. Pikërisht për këtë gjë, motra dhe vlezër, që fryma e Perëndisë në ne bën këtë vepër, që ne me jetën tonë të tregojmë, motra dhe vlezër, aleluja, diçka krejt tjetër nga të gjitha gjërat që na rrethojnë.
Dhe mbretëria e qiejve ju ngjan 10 virgjëreshave të cilat morën llambat e tyre dhe i dolën përpara dhëndrit. Dolën që të presin dhëndrin, u zgjodhën motra dhe vëllezër, morën llambat e tyre, llambat janë trupi ynë, motra dhe vëllezër, aleluja. Dhe dolën të presin dhëndrin. 5 nga ato ishin të mençura dhe 5 budallaqet. Budallaqat, kur morën llambat e tyre, nuk morën me vete vaj. Të gjithë duan, motra dhe vëllezër, aleluja, të hynë në mbretërinë e Perëndisë. Por Zoti tha, do t'ju dërgoj frymën e shenjtë. Ai do t'ju udhëzojë dhe do t'ju drejtojë, do t'ju forcojë, do t'ju jap forcë. Do ndriçojë, motra dhe vëllezër, aleluja. E falenderojmë Perëndin. Dhe ato që nuk morën vaj me vete, motra dhe vëllezër, janë pikërisht ata njerëz që vërtet e duan, motra dhe vëllezër, aleluja, mbretërinë e Perëndisë, e duan, motra dhe vëllezër, parajsën, t'i gëllon bukur për çdo njerin që dëgjon, motra dhe vëllezër, dëshiron të vesh në parajsë? Të gjithë thonë amin, duam, motra dhe vëllezër. Por duhet të mbushemi plot në frymë. Për çfarë arsye? Sepse fryma do të na drejtojë në rrugën e dur për të hyrë, motra dhe vëllezër, aleluja, në parajsë. Pa këtë fuqi, motra dhe vëllezër, nuk mundet askush të hyjë në mbretërinë e Perëndisë. Kurse të mençurat bashkë me llambat morën edhe vaj në enët e tyre. Ai njeri që është i zgjuar, thot motra dhe vëllezër, mori me vete vajin. Ishte i mbushur plot, motra dhe vëllezër, në frymën e Perëndisë. Ishte gati në çdo moment, motra dhe vëllezër, që kur do që të vinte dhëndri, ai ti ishte gati për të hyrë në dasëm. Sa e rëndësishme është, vëllezër, të kuptojmë që ky vaj, motra dhe vëllezër, aleluja, asnjëherë nuk duhet të mungojë në enët tona, në trupin tonë. Sepse do ta venitë, motra dhe vëllezër, aleluja, ndriçimin tonë. Dhe do të vijë një moment, motra dhe vëllezër, që do të shuhet. Prandaj duhet të kujdesemi vazhdimisht për këtë vaj, që duhet të kemi secili nga ne plot dhe rezervë, motra dhe vëllezër, aleluja. Çdo të thotë rezervë, vëllezër. Njeriu vazhdimisht lexon fjalën e Perëndisë. Vazhdimisht, motra dhe vëllezër, lutet, lutuni, thot Zoti, pa pushim. Për çfarë të lutemi pa pushim? Mirë jemi. Ne jemi në rregull, motra dhe vëllezër, aleluja, në kishë vime, lavdërojmë Perëndin në çdo gjë. Lutuni pa pushim, ju thot pikërisht këtyre, motra dhe vëllezër. Për çfarë arsye? Është pikërisht kjo rezervë që kur të vijë një orë, kjo rezervë që ti ke grumbulluar dhe je lutur vazhdimisht pa pushim, dhe kjo e mbushur plot në frymën e Perëndisë, do të shërbejë në këtë moment. E falenderojmë Perëndin.
Jo kur unë kam probleme, motra dhe vlezër, aleluja, do shkoj të lutem. Por lutem vazhdimisht që kur të dalë problemi, që do dalë se zbem, motra dhe vlezër, aleluja, një problem, unë jam plot në fuqi për ta përballuar këtë problem. Jam i mbushur plot në frymë, dhe nuk jam unë ai që e përballon, por është fryma që është në mua, që më udhëheq dhe më drejton. Dhe kjo frymë që më drejton mua ka një fryt, motra dhe vlezër, që është dashuria, që është durimi, që është vetë kontrolli, e falenderojmë Perëndin. Gëzimi, besimi në fjalën e Perëndisë. Fryma e Perëndisë mi jep të gjitha këto fryt, motra dhe vlezër, aleluja. Kur unë nuk jam i mbushur plot në frymë, nuk kam besim në fjalën e Perëndisë. Po Zoti ka thënë kështu. Po që se besoj, motra dhe vlezër, kam gëzim, sepse shpresoj atë që ka thënë Zoti dhe e besoj. Lavdi emrit të shenjtë. Kur fryma e Perëndisë në mua është e dobët, motra dhe vlezër, bie besimi, nuk i shikoj dot fjalën e Perëndisë dhe ta besoj. E di, motra dhe vlezër, por nuk e besoj dot. Pse? Fryma e Perëndisë është zbeur në mua. Është diçka, motra dhe vlezër, që nuk më shërben për të kaluar këtë vështirësi. Nuk më ndihmon dot, duhet të jem plot, motra dhe vlezër, që unë të shuaj jetjen. Nëse do jem kaq, motra dhe vlezër, fryma e Perëndisë është, por etjen time nuk e shuan. Duhet të jetë plot gota, motra dhe vlezër, aleluja, që unë të jem mirë dhe ta përballoj etjen time. Këtë moment, duke qenë se dhëndri po vononte, dremitën të gjitha dhe i zuri gjumë. Nuk erdhi Zoti, motra dhe vlezër, atere kur ne ishim plot në frymë. U vonua dhëndri. Dhe thot i zuri gjumi që të gjitha. Por, motra dhe vlezër, aleluja, fjala na mëson që 5 të zgjuarat, me gjithë se i zuri gjumi, motra dhe vlezër, aleluja, kishin këtë rezervë. Kishin menduar, motra dhe vlezër, aleluja, për një rezervë, që vazhdimisht që dronin në frymë dhe mbusheshin plot në frymë, motra dhe vlezër, aleluja. Do të kishin marrë me vete vaj. Enët e tyre ishin plot, por, motra dhe vlezër, duke dremitur, kjo enë, motra dhe vlezër, do të argjohet dhe do të venitet, ka nevoje për të mbushur përsëri. Dhe nëse nuk kam rezervë, nuk mund, motra dhe vlezër, aleluja. Nëse unë nuk jam vazhdimisht, motra dhe vlezër, i mbushur plot dhe rezervë, nuk mund të përballoj dot një problem të vështirë, një dremitje, motra dhe vlezër, aleluja. Një vështirësi. Aty nga mesnata u dëgjua një britmë, ja po vjen dhëndri, i dilni përpara. Kur të bjerë boria e kryeangjëllit, thotë, motra dhe vlezër, aleluja, të gjithë do ta dëgjojnë. Të gjithë do të shohin, motra dhe vlezër, çfarë po ndodh, çfarë po bëhet. Por ata që janë gati dhe e dinë, motra dhe vlezër, se çfarë po bëhet, ata do ta shohin. Ata do të ngjiten, motra dhe vlezër, ata do të hynë në dasëm. Atere të gjitha ato virgjëreshat u zgjuan dhe përgatitën llambat e tyre. Pan llambat e tyre, motra dhe vlezër, dhe përgatitën llambat e tyre, thotë. Atyre që nuk kishin, motra dhe vlezër, vaj, filluan të mbushin llambat e tyre përsëri, që të hynë në
dasëm, motra dhe vlezër, me lambat ndezur. I përgatitën lambat. Dhe budallachkat ju thanë të mençurave, na jepni nga vaji juaj sepse lambat tona po na fiken. Lambat tona nuk na ndriçojnë për të hyrë në dasëm. Na jepni vaj, e kemi të domosdoshëm që t'i mbushim këto, që të ndriçojmë, që të mund të hymë. Na jepni ju. Por të mençura duke u përgjigjur thanë jo. Sepse nuk do të mjaftonte as për ne e as për ju. Më mirë shkoni tek tregëtarët dhe i blini. Më mirë shkoni në treg, atje ku ka vaj, dhe i blini. Në ditën e rëmbimit të kishës thot fjala e Perëndisë, motra dhe vlezër, aleluja, 2 do jenë në një krevat, 1 do merret, 1 do lihet. 2 do jenë në punë, 1 do merret, 1 do lihet. 2 do jenë në fusha, motra dhe vlezër, aleluja, 1 do merret, tjetri do lihet. Ai që është në tarat se thot motra dhe vlezër, të mos zbres poshtë të marrë gjarat e tij, nuk ka mundësi. Nuk ka kohë. Sepse sa hape mbyll sytë, thot motra dhe vlezër, aleluja, do të vijë ai moment. Prandaj këtu fjala e Perëndisë na thotë, bihtemi, rini zgjuar, se atë moment asnjë njeri nuk e di se kur do vijë. Dhe të rish zgjuar do të thotë motra ime, vlla im, të qëndrosh vazhdimisht në lutje, të qëndrosh vazhdimisht në bashkësi, të qëndrosh vazhdimisht duke lexuar fjalën e Perëndisë, vazhdimisht motra ime, vlla im, duke adhuruar Perëndinë, i shkëputur motra dhe vlezër, aleluja, nga çdo lloj servirje e kësaj bote dhe duke ngritur kokën lart vazhdimisht, Zot, ti je ati im. Si qytetar qiellor, thot Zoti, të zgjedhur nga Perëndia, qytetaria juaj është qielli. Të shohim motra dhe vlezër drejt qiellit. Ajo ditë e ardhjes të Zotit thot të mos na zerr në befasi, vlezër, aleluja. Sikur do ndodh nesër, vlla. Askush, thot fjala e Perëndisë, nuk e di se kur do ndodh. Askush nuk e di të nesërmen, motra dhe vlezër, aleluja. Çdo njeri prej nesh. Asnjë nuk e di të nesërmen do jetë. Jam duke pritur takimin me Perëndinë. Jam gati që nëse sot largohem, motra dhe vlezër, aleluja, nga kjo botë, do dalë përpara Zotit tim. Me çfarë do dalë përpara Zotit tim, vlezër? Si do dalë? Jam në frymën e Perëndisë, që fryma të më shpier përpara Perëndisë? Dhe tani kur ato shkuan të blejnë, erdhi dhëndri. Virgjëreshat që ishin gati hynë bashkë me të në dasëm. Dhe dera u mbyll. U përgatitën, thot motra dhe vlezër, aleluja, këto 5 shkuan të blenë vaj. Ku do vinin të blinin vaj, motra dhe vlezër, aleluja? Vaj merret në bashkësi. Vaj merret, motra dhe vlezër, aleluja, duke kërkuar Zotit. Në tregëtarët, thot motra dhe vlezër, aleluja, shkuan të blenë vaj. Do të jenë tregëtarët atje? Ka kohë për çdo njerin, motra dhe vlezër, që të filloj nga e para, të verë të marrë vaj, të mbush kandilin, të ndritë, motra dhe vlezër, dhe pastaj të hyjë. Fjala e Perëndisë thot nuk ka kohë. Hynë ato që ishin gati me lambën ndezur dhe dera u mbyll. Zoti thot nuk ka kohë. Sa hape mbyll syt do të ndodhë, motra dhe vlezër, aleluja. Sa të kujdesshëm duhet të jemi në ecurinë tonë, në jetën tonë.
Të jemi të mbushur plot në frymën e Zotit, vëllezër, aleluja. Më pas erdhën edhe virgjëreshat e tjera, duke thënë Zot, Zot, hapna i, erdhën virgjëreshat e tjera. Virgjëreshat do të thotë të kishin pranuar Krishtin, ishin të pastra motra, aleluja, ishin pagëzuar. Por nuk ishin të kujdesshme në jetën e tyre, në ecurinë e tyre. Vajtën dhe thanë, hapna i Zot, erdhëm. Por ai duke u përgjigjur tha, në të vërtet po ju them se nuk ju njoh. Kjo është, motra dhe vëllezër, aleluja, gjithë rëndësia për të qenë zgjuar gjithmonë, motra dhe vëllezër. Që dera të jetë e hapur dhe ne të jemi aty. Për të mos dëgjuar, motra dhe vëllezër, aleluja, po edhe unë, Zot. Dhe Zoti të thotë, nuk të kam njohur. Nuk të njoh. Po ne, a nuk bëmë gjithë shka në emrin tënd? Po a nuk profetizuam në emrin tënd? Nuk ju kam njohur kurrë, tha Zoti. Për çfarë thotë, motra dhe vëllezër, nuk ju kam njohur, Zoti? Sepse nuk qëndruam besnik, motra dhe vëllezër, në fjalën e Perëndisë. Sepse nuk ju bindëm fjalës të Perëndisë. Nuk hynë në mbretërinë e Perëndisë. Do të jenë shumë, motra dhe vëllezër, aleluja, në mbretërinë e Perëndisë. Një pyetje. I thanë Jezu Krishti. Dhe Zoti tha, përpiquni që të hyni në përder të ngushtë. Përpiquni, luftoni që të hyni në përder të ngushtë. Është shumë e rëndësishme që dera e ngushtë, rruga e ngushtë, motra dhe vëllezër, është nëpërmjet Jezu Krishtit. Të ecim si na udhëzon Jezu Krishti, vëllezër, aleluja. Mos harroni, kur u ushqyen 10.000 burra, motra, 5.000 burra, ishin 10.000 përveç fëmijëve. Dhe pa në mrekullitë e Zotit, turma të mëdhaja ishin. Pa në mrekullitë e Zotit, vëllezër, aleluja, e falenderojmë Perëndin. Dhe thoshin mrekulli, Zoti, si mundet me 2 bukë, 3 peshq, 5.000 burra, gratë, fëmijët, përveç këtyre, thot, është një mrekulli e madhe, vëllezër, aleluja. Që njerëzit e panë këtë mrekulli. Dhe kur Zoti tha një fjalë, Jezus Krishti, motra dhe vëllezër, turmave, ai që do të hajë trupin tim dhe do të pijë gjakun tim, ka jetë të përjetshme. Turmat, motra dhe vëllezër, u skandalizuan. U larguan dhe ikën. Çfarë po thot ky? Do të ham mish njeriu, do pim gjak njeriu. Dhe u larguan. Shkoni me vëmendje. Ishin turma 10.000, thot motra, që panë mrekullitë e Perëndisë. Dhe ikën nga Jezu Krishti. Dhe dini kush mbeti? Dishepujt. Edhe dishepujve ju tha Zoti, mos doni të ikni dhe ju. Sa kujdes, motra dhe vëllezër, aleluja, duhet të kemi. Fjala e Perëndisë është po dhe amin në jetën tonë. Dishepujt janë thirrur, motra dhe vëllezër, aleluja, për të lënë çdo gjë për emër të Zotit. Nëse nuk ka lënë nënë, babë, familje, ara, toka, nuk është i denjë të jetë dishepulli im, tha Zoti. Ai njeri që nuk i ka lënë, nëse nuk i uren këto gjëra, nuk është i denjë.
Dishepujt, motra dhe vlezër, janë ata që do të ecin sipas vullnetit të Perëndisë. Zoti tha, motra dhe vlezër, shkoni bëni dishepuj. Shpërndajeni fjalën e Perëndisë kudo dhe bëni dishepuj, që do të thotë të lënë çdo gjë për emër të Zotit. Kjo është shumë e rëndësishme. Të mos gënjehemi, motra dhe vlezër, aleluja. Zoti është dashuri, do të na falë, Zoti. Na fali në kryq, motra dhe vlezër, aleluja. Por që nga momenti që ne jemi të falur, na ka dhënë dhe frymën e shenjtë të tregojemi të kujdesshëm se si ecim tani. Do shumë kujdes, motra dhe vlezër, aleluja. Që ta ruajmë vërtet këtë hir që kemi marrë nga Perëndia, këtë çmim të madh që kemi marrë nga Perëndia, këtë ftesë për në mbretërinë e Perëndisë, ta ruajmë, motra dhe vlezër, aleluja. Ky është vullneti i Perëndisë. E falenderojmë Zotin. Zoti ta bekojë këtë fjalë, vlezër.